Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni lajmet qendrore këtu në televizionin të shtat. Edicionin e lajmeve fillojmë me zhvillimet nga Haga. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ofruar 50.000 euro si garanci për lirimin e tij me kusht. Veç të hollave, që mbrojtja thot se i siguroi përmes familjarëve dhe miqve, avokatja në parashtresë përmendi edhe disa masa kufizuese që propozuan për të siguruar gjykatën që nuk ekziston rreziku i ikjes. 50.000 euro. Është kjo shuma që ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ofruar si garanci financiare për lirimin e tij nga paraburgimi. Kështu thuhet në parashtresën që mbrojtja ka dorëzuar për specialin, në të cilën argumentohet se këtë shumë Thaçi e siguroi përmes familjarëve dhe miqve. Në dokumentin e publikuar më 6 korrik thuhet se një shumë e tillë do të eliminonte mundësitë e ratisjes. Avokatët në kërkesën për rishikimin e masës së paraburgimit argumentuan edhe se qëndrimi i tij i izoluar është i parsyeshëm. Madje në parashtresën e mbrojtjes Sofi Menegan argumenton se ka mospërputhje në vendimet e gjykatave. Sipas saj, trupi gjykues në rastin ku Thaçi akuzohet për krime lufte ka vlerësuar vazhdimisht se ai nuk paraqet rrezik aratisjeje, ndërsa në një procedurë tjetër gjyqësore është mbajtur qëndrimi kundërt. Avokatja Menegan në këtë kërkesë përmendi edhe sjelljen e Thaçit që sipas saj ishte në vazhdimsi korrekte. Veç parave u propozuan edhe disa masa kufizuese. Thaçi do duhet të qëndronte në Kosovë pa autorizimin për të udhëtuar jashtë vendit, të dorëzonte pasaportën dhe dokumentet e udhëtimit, të banonte në një adresë të caktuar, të mos bënte kontakte me bashkë të akuzuar apo dëshmitarë të paraqitej rregullisht pranë policisë së Kosovës. Gjykatësi pritet të vendosë nëse këto garanci dhe masa janë të mjaftueshme për zëvendësimin e paraburgimit me lirimin e përkohshëm. Këtë edicion e vazhdojmë me një problem që kanë fermerët në komunën e Pejës. Këta u ankuan para të shtatë se ndonë se plotësuan kriteret, nuk përfituan nga subvencioni i komunës e cila ndau 65 traktor. Madje dikush po kërkon anulimin e vendimit për shkak të parregullsive që sipas tyre ekzistojnë. Që ky traktor është i vjetër 26 vjet. Ky traktor mu nuk kam vënë punë. Tash e 5 vjet, Zymer Dervisha nga Kotradiqi i Pejës, tokën e punon me këtë traktor të vjetër. Edhe këtu i kam po shtallet, kam një shtallet, kam kënej dhe tjetër në që maj edhe dele. Maj dele edhe blet kam. Dele i kam për momentin 190. 49 vjeçari ka rreth 10 hektar tokë që i mbjell me speca, lakër dhe misër. Këto janë disa nga kushtet e kërkuara nga Drejtoria e Bujqësisë në komunën e Pejës për aptikimin e subvencionit që kishin hapur më 22 maj të këtij viti për përfitimin e një traktori. Gjithsej, do të shpërndahen 65 makina të tilla. Mirë po Zymer Dervisha i nuk ishte përfitues, ndonë se kushtet thotë se i plotësonte. Që ata edhe në mendova edhe aplikova, edhe mendova që ma japin, se mendova që se di që i plotëson kush ma mirë, po ma refuzon. Dervisha i thotë se nuk e kupton arsyeën e refuzimit, për këtë dërgoi edhe ankesë në komunën e Pejës. Tash kom dorëzuar ankesë për traktor, se për tjera s'kom dorëzuar, për traktor po. Hajo si kanë këtë përgjigje për ankesën? S'na kanë këtë kurrë, se di tash. Tash edhe po jem zhgënjym, tash peshojmë se disa për marrin që nashta vesh me lanë që aty, së vynë kur gja, ne që na vynë nuk për i marrim. Njëjt nuk përfitoj as Isa Shadja nga Poqesti. Traktori i vjetër 20 vite, nuk ja mbushi syrin drejtorisë që t'ja jap një të ri. Do më thonë nuk po përfitoj, s'po di pse. Do më thonë këtu ma mërmenja si tash po përfitojnë edhe njerëz të pushtetit, paka shumë si jenë pushtet që aty rrethit që aty, po përfitojnë. E dyta, bile do njerëz që po përfitojnë mas me aplikojshin e fitojshin që ata une nuk e fitojsha. Me një makinë bujqësore më të vjetër se vetja, punon Imer Krasniqi nga Barani. Asaj nuk përfitoj nga subvencioni për çka ka shumë akuza. Ka njerëz këtu plot që kanë fitue edhe nuk i plotësojnë kushtet. Është nështë e pa drejt. A keni dërguar ankesë të komuna pala? E kom dërguar ankesën komune, po këtu të sot dush,
të marrin pyetje ato. Nga opozita komunale, po kërkojnë anulimin e këtij subvencionimi. Fermerëve që të mos zguten mi pagu derisa të zgjidhet ky problem, që të mos fillojnë me pagesën e 40%, sepse unë kam do të kërkoj vazhdimsi edhe në zotuesi këtë punë do ta çoj deri në fund, që kjo thirrje prej përsëritet. Televizioni ka kërkuar një përgjigje edhe nga drejtoria e bujqësisë në komunën e Pejës. Këta të fundit janë përgjigjur se këta nuk janë traktorët e fundit që do të subvencionohen nga kjo komunë, ku priten të ndahen edhe 235 traktorë të tjerë, duke mos dhënë detaje specifike për rastet në fjalë. Një makinë bujqësore drejtoi sot edhe kryeministri në detyrë, veç sa ajo ju takonte fermerëve llapian. Albin Kurti, shoqëruar nga ministri në detyrë Armend Muja, morën pjesë në fushatën e korrje shirjeve ku prezantuan edhe pritjet për prodhimin e grurit këtë vit. Vetu rehatua brenda. Pas kryeministrit në detyrë Albin Kurti në kombanjë unë gjet Armend Muja. Ky në këmbë e Kurti duke drejtuar makinën bujqësore, korrën pak nga gruri i mbjellur në llap. Kështu të shtunën, për dallim nga dita paraprake, shefi ekzekutivit pati në fokus rendimentin për këtë vit. Si vjet në Republikën e Kosovës janë mbjellur gjithsej mbi 75.000 hektar me drithra të bardha, prej të cilëve afër 72.000 hektar janë me gru. Bazuar në gjendjen teren dhe kushtet klimatike, presim rendimente mesatare prej 4 deri në 5 ton për hektar, ndërsa procesi i korrjes pritet të përfundojë deri në fund të korrikut. Ai foli edhe për mbështetjen që do t'i ofrohet fermerëve gjatë këtij viti. Paketa e subvencioneve për vitin 2026 sjell rritje të konsiderueshme të mbështetjes edhe për sektorët e tjerë strategjik. Kësaj për sektorin e perimeve e kemi rritur mbështetjen me 30%, duke quar subvencionin në 1.054 euro për hektar për sipërfaqe të mbjella me perime në fushë të hapur apo në serë. E në deklarimin e tij, ministri në detyrë i bujqësisë Armend Muja u shpreh optimist për rezultatet nga bujqësia. Projeksionet që do të kemi diku rreth 400.000 ton grur këtë vit, që do të jetë për herë të parë që Republika e Kosovës i prek 400.000 ton dhe është diku rreth 50.000 ton më shumë se sa në vitin 2021. Po ashtu është e rëndësishme të potencohet që këtë vit do të jenë diku rreth 23.000 fermer që përfitojnë nga skema e grurit dhe pagesat e tyre për hektar do të sillen midis 460 dhe 600 euro për hektar. Aktualisht fermerët raportojnë se gruri po blihet me rreth 17 cent për kilogram. Flasim tani për aksidentet në trafik ku vetëm në 24 orët e fundit mbetën 27 persona të lënduar si pasojë e tyre. Përveç pakujdesisë në vozitje, edhe infrastruktura rrugore dhe mungesa e sinjalistikës po shihet si faktor që ndikon në shtimin e aksidenteve në Kosovë. Vetëm në 24 orët e fundit, 27 persona posuan lëndime si pasojë e aksidenteve në trafik, ndërsa në 39 raste të tilla përfunduan me dëme materiale. Për t'i evituar rastet e ngjashme, policia e Kosovës ka gjobitur mbi 2500 persona brenda një dite në komunikacion. Por përtej pakujdesisë në rrugë, ka dhe faktor të tjerë që po ndikojnë në aksidente. Mungesa sinjalizimit rrugor, infrastruktura jo adekuate dhe mungesa investimeve në sigurinë rrugore janë faktor kryesor që po ndikojnë në këtë situatë, thot eksperti komunikacionit Lavdem Hamiti. Një nga këto pjesë është sikur që sekretariu është mungesa e sinjalizimeve. Pika dytë apo pika më kryesore është infrastruktura jo e duhur, jo e rregull dhe jo e mirë, për shkak që kemi po si shembull kemi zhavor në rrugë, kemi kyçe ku nuk ka sinjalizim, kemi kyçe ku janë të padukshme që vjen deri tek rreziku. Ardha e emergjimtarëve shton fluksin e automjeteve, çka rrit edhe qarkullimin dhe mundësinë e aksidenteve. Për shkak se tash që sezoni veror, tash i rrit edhe numri dhe kemi një fluks më të madh sidomos emergjimtarëve, edhe kuptohet se kur kemi një numër më të madh automjeteve, atë rritet edhe numri i aksidenteve. Por çka do të bëjmë të zvogëlohet apo mos të kemi një numër shumë të madh aksidenteve, atëherë janë institucionet fajtore që mund të rregullohet kjo pjesë që zvogëlohet numri i aksidenteve. Ai kritikoi institucionet për mungesën e investimeve dhe veprimeve konkrete në rritjen e sigurisë në komunikacion. Përderisa institucionet nuk ndërmarrin në këtë drejtim, atëherë si mund të ulet numri i aksidenteve? Për të ulur numrin e aksidenteve do të punojmë në atë drejtim të ulit numrin e aksidenteve. E që në realitet ne nuk punojmë në atë drejtim
Dhe vetëm presmi nga mëshira e Zotit të ulit numrin e aksidenteve, po për atë arsye nuk ulit numrin e aksidenteve. Ndërkaq nga policia e Kosovës njoftojnë se gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026 janë regjistruar 45 aksidente fatale, krahasuar me 40 sa ishin në të njëjtën periudhë të vitit 2025. E një nga rrugët më të frekuentuara në Prishtinë është mbyllur për qarkullim për rreth 8 ditë. Kështu njoftoi komuna, të cilët treguan se aty po zhvillohen punime. Sidoqoftë, qytetarët mendojnë se rregullimi i segmentit Fehmella Drovci do të duhet të përfundonte qysh moti. U tha se ka nisur punimet, por të shtunën aty nuk ishte as punëtor e as mjete pune. Ndonë se u lajmërua se rruga Fehmella Drovci në Prishtinë do të bllokojë për qarkullim, veturat po qarkullojnë normalisht. Për këtë njoftoi komuna e Prishtinës, e cila u bëri thirrje qytetarëve të shfrytëzojnë rrugët alternative. Aty ku është bërë gërryerja asfaltit, veturat po hasnin vështirësi për shkak të gropave të krijuara gjatë punimeve, ndërsa qytetarët shpresojnë që kësaj radhe punimet të përfundojnë. Natën kanë punu, inshallah si vjetë, po mendoj këtë ditë e shtrojnë, se shumë keq prej rrethit Kamurit deri te rrethi spitalit shumë keq rruga. E të tjerë thanë se punimet është dashur të përfundonin më herët, por se i mirëpresin ato. Dusht më herët me punu, po kur bëhet mirë. Po mirë me konë që rregullohet, që shduhet, po sa shkon gat, po sa zot kjo, zoti e di. Kurse drejtoresha e investimeve kapitale në komunën e Prishtinës, Zyrie Plana, në një përgjigje për televizionin, tha se qarkullimi është liruar përkohësisht, pasi gjatë natës janë zhvilluar punimet. Ajo njoftoi edhe për fazat e radhës të punimeve. Qarkullimi në segmentin e rrugës Fehmella Drovci është liruar kohësisht deri në orën 12, pasi gjatë natës është realizuar gërryerja e asfaltit. Hapja e përkohshme nuk lidhet me fundjavën, por me dinamikën dhe fazat e realizimit të punimeve. Në orat 13 do të fillojnë punimet për ngritjen dhe nivelizimin e pusetave. Prandaj segmenti do të mbyllet sërish për qarkullim. Sipas drejtoreshës, punimet janë duke u zhvilluar me intensitet dhe pritet të përfundojnë brenda afatit të paraparë. Për 8 ditë sa para lajmërua, edhe linjat e autobusëve 3 dhe 4 do të devijojnë qarkullimin nga rrugët e zakonshme. Gjykata themelore në Ferizaj i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të miturit që dyshohet se e theri 2 persona dhe një zyrtar policor në Ferizaj. Sipas njoftimit të gjykatës, masa është caktuar pas kërkesës së prokurorisë themelore në Ferizaj, në ndyshimin se i mituri ka kryer veprat penale, vrasje në tentativë, sulm ndaj personit zyrtar dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve. Sipas dosjes së rastit, më 10 korrekt rreth orës 7:50 në parkun e qytetit në Ferizaj, i mituri dyshohet se i veshur me rroba ushtarake, me dorza dhe i maskuar ka sulmuar me thik 2 persona, me inicialet I.M dhe S.H, duke u shkaktuar lëndime të rënda trupore në pjesë vitale të trupit. Pas sulmit, ai dyshohet se është larguar nga vendi ngjarjes, ndërsa të lënduarit janë dërguar për trajtim në Spitalin Rajonal të Ferizajt. E në ish stacionin e trenit infrakos në Gërlis të Ferizaj të premton është raportuar një rast vjedhjeje. Sipas ankuesit, janë vjedhur material elektrik, 200 litra naft dhe 30 bateri. Policia po heton rastin. Ankuesi ka njoftuar se në ish stacionin e trenit nga persona të panjohur, janë vjedhur material elektrik, derivatet të naftës në sasi prej 200 litrash, 30 bateri. Sipas ankuesit, vlera e dëmit është e madhe. Në vendin e ngjarjes ka ndalë një sitët përkatëse, thuhet në raportin e policisë. Pikërisht policia e Kosovës po heton 3 raste të ndara të raportuara gjatë së premtës në Mitrovicën e Veriut, ku përfshihet një zjarr i dyshuar i qëllimshëm në një automjet dhe 2 raste të dëmtimit të veturave. Sipas raportit policor, rreth orës 15 në rrugën Zoran Gjingjić, një automjet në pronësi të një gruaje kosovare është përfshirë nga zjarri. Në vendin e ngjarjes kanë ndërhyrë zjarrfiksit, të cilët kanë lokalizuar flakët, ndërsa eksperti i zjarreve ka vlerësuar se zjarri dyshohet të jetë shkaktuar qëllimshëm. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.